Zoti kryetar, mos respektimi i procedurës sjell shpeshherë dëme të mëdha, jo vetëm thjesht seriosetit parlamentit, por dhe probleme që ka ky vend. Do përmend dy raste. U bë muaj që ne kemi sjell këtu projekt ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga propaganda gender. Ndërkaq vazhdon terapia hormonale apo spakën. Dokumentacione shpërndahen në institucionet publike e fëmijëve prej moshës 13 vjeç e gjysmë për ndryshimin e gjinisë. Krim kundër njeriut, krim kundër njerëzimit, krim kundër të ardhmes ky. E stimuluar kjo, pa dyshim, nga propaganda Soros apo nga ideologjizmat LGBT, të cilat ju detyrojnë ju të bllokoni atë projekt ligj të vinë në parlament, e keni futur një herë në ditë, e hoqët, caktuar datët dhe s'po ndodh asgjë. E keni bllokuar në komisione, nuk po e silli dhe e kërkoni ta zhdukni kështu. Pse? Se keni frikë nga këto instrumenta që ju detyrojnë juve të bllokoni një projekt ligj të tillë kaq të rëndësishëm. Ndërsa ligjin famkeq për barazin gjinore, pra për zëvendësimin e gjinisë biologjike me atë ideologjike, e kaluat me vrap. Pse? E bë të gjë duke krijuar në të mënyrë një krim kundër shoqërisë shqiptare, familjes së shenjtë për bërë nga burri dhe gruaja dhe fëmijët, të ardhmen së kombit tonë. Kjo është ku nuk respektoni procedurën. Lutem duar përgjigje për të punë. Ju kam kërkuar disa herë. Çfarë do bëhet, si do bëhet, kur do kaloj? E kam për detyrë ta kërkoj, ju e keni për detyrë përgjigjeni. Ashtu si keni krijuar një dëm të madh Shqipërisë me bllokimin e rezolutës sonë që kemi sjell vite përpara për denoncimin, dënimin e genocidit serb në Kosovë. E bllokuat atë për vite, nuk e sollët këtu, derisa e zëvendësuam disa shprehje të një deklarate që kaluam për liderët e UÇK-s, e pa mjaftueshme krejtësisht ajo. Ndërsa rezoluta vazhdon të jetë në sitarët tuaja. Ndërkaq ministra serbe duke marrë guxim qeveria serbe nga pikërisht nga pasiviteti dhe nga bllokimi dhe i parlamentit shqiptar, mbron genocidin serb në Kosovë dhe thotë që do ta zbatojë, sepse pastrimi etnik është genocid, nuk është asgjë tjetër. Dhe prapeshtet, prap kërkohet të minimizohet kjo situatë nga qeveria, nga institucionet, bllokohet e komisioni i jashtëm në kalimin e kërkesës tonë për të dënuar atë akt të pashëmbull të një ministre serbe, dhe ndërkaq rezoluta jonë për dënimin e genocidit serb në Kosovë vazhdon të jetë e fshehur diku, e zëvendësuar disa herë nga ne, po prap e pasjelltu. Krim kjo, krim zbatimi rregullores dhe i procedurave, krim pasojat e saj. Faleminderit. Zoti Xhelal Mziu, më pas zoti Bujar Leskaj. Qëndrojeni procedurës, ju lutem. Për një çështje shumë të rëndësishme siç është reforma territoriale, po kalojmë çdo